Me pamje. Dhe këtu 5-6 herë, brenda 5-6 viteve, është hapë, që të sanohet, po. Gjithmonë sanohet. Po, pa ndërpresh, përsen këtu, ma poshtë, e pasandej pra vitin. Do me thonë problemin ja ullojnë kështu, nuk e kthejnë rrugën se si ka kanë gjithë. Natyrisht, po ne e bëjmë pasandej vetë. Vetë po, vetë rregullojnë. Dhe shpërthimi tash ka aktualisht. Në këtë rast, shpërthimin e ujit e keni këtu. Po, dhe duhet të shkëputet gypi, të puseta, ku shpërndahen gypat e ujrave në për shtëpia, dhe me që nuk ka gyp qendror në për rrugë. As të kanalizimit, as të ujit. Është po zgjidhje si pas mundësive të individëve që kanë gjetë rrugë të realizojnë, po. E kjo do me thonë juve po ju shkakton tash problem. Dhe tash është kjo shpërthimi që gati 2 javë. Për vetë gati 2 javë. Po. E keni lajmëru ujësja? E ka lajmëru djali si duket, e ka fotografu dhe ja ka qu. Ata kanë arë, po ndryhyn, po kalon dikun në 10 ditë, 2 javë, dhe kanë bë sanimin aty, disa herë të poshtë, dhe tash është faqë këtu. Dhe thot atje rregulla e këtu... Po, kjo tash ka shpërthy, dhe tash kur sanohet, nuk kalon shumë kohë, 1 muj a 2 muj, shpërthan prapë të tërkun se nuk dihet. Pse ndodh kjo? Gypi është i dopt. Gypi është i dopt. Po, materiali i gypit është i dopt.